Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në konferencën e shtypë të Partizanit, organizuar në prag të sfidës së javës 11 të Abisnet Superior mes Teutës së Partizanit, takim që do zhvillohet ditën e nesme në orën 17. Si gjithmonë me mua këtu kemi trajnerin Oltën Kërnaja dhe sulmuesin e Partizanit Roki Toma, një ish në këtë sfidë. Ne vijmë me pyetjen si gjithmonë me trajnerin Oltën. Përshëndetje, si pare suksese në sfidën e nesërme, kemi përballë ekipin e Teutës, ndoshta rival me pikë të barabarta por një 3 pikë në tabelën e klasifikimit. Si kemi menduar këtë sfidë? Përshëndetje, mirë se erdhët. Si gjithmonë ne interesohemi për ndeshjen e radhës dhe sigurisht Teuta është ekipi që kemi si kundërshtar këtë fundjavë. Kemi marrë masat të duar, pavarësisht mungesave që kemi marrë masat të duar për të dalë me 3 pikë nga kjo ndeshje. Folet për mungesat, si paraqitjen e skuadrës, mungesat, rikthime, dëmtime? Po, rikthime nuk kemi, dëmtime kemi. Rikthime nuk kemi fatkeqësisht, vazhdojnë të dëmtuar për i shumë kohë Sembene dhe Bicuka. Për këtyre ka shtuar dhe 3 dëmtimet e fundit në ndeshjen e fundit, Skuka, Marku dhe Preka. Por, kështu që zotit, grupi është i madh, kemi disa dhe kemi alternativa pafund ne. Përkeq të ndryshimin e informacionit me Kërnajës për këtë sfidë, duke qenë se luajnë edhe rrethët, apo do edison gjithmonë detajat që kemi dispozicion dhe që funksionojnë? Grupi është ato që janë, ato që kanë luajtur gjithmonë, thonë dikush më pak, dikush më shumë, po ata do të jenë. Këtë grup kemi, me këta do hym për të fituar sigurisht. Profesor, sa e ndjeni presionin, duke qenë se pikët mungohen, rezultatet nuk janë favorituar, si del Partizani me këtë gjendje? Ka një lloj përgjegjësie? Atëherë sigurisht jena përgjegjës për situatën ku është gjithë në e parë tek i fundit. Sigurisht përgjegjësia më e madhe me takon mua, për të respektuar dhe tifozët që vinë na ndjekin. Ata janë të mërzitur më shumë se të gjithë ne, sigurisht se ndjen më shumë. Jemi përgjegjës, po punojmë për ditë, po mundohemi për ditë. Djemt kanë dhënë maksimumin, sidomos ndeshjen e fundit, ndeshjen me Vorë, kemi qenë dominues në të gjitha aspektet. Por ndonjëherë nuk fati nuk është me ne. Nëse është yll gol do ishim 3 pikë më lart. Sot jemi këtu ku jemi në këtë gjendje, shpresojmë që të dalim sa më shpejt. Vllaznia për Elbasanin në vërtetë pas pauzës së kontare saktor, kalendari është i vështirë për ekipin e Elbasanit të mirë në objektive. Të gjitha ndeshjet janë një lloj. Për mua gjithë kundërshtarët janë po të njëjtë. Ne luajtëm një lloj kundër Ignatias që është në krye të rëndizit, po ashtu edhe me Vorën. Besoj e njëjtë rezultat, kështu që ekipet janë po të njëjta. Ne mendojmë vetëm për ndeshjen e ditës së diele, pastaj kemi kohë 2 javë për të përgatitur ndeshjet e tjera. Keni studiuar kundërshtarin që janë pikat e rezultatet e Teutës si mund të shfrytëzojë Partizani në këtë fundjavë? Teuta është një ekip solid, agresiv, e kemi studiuar në maksimum, por të shikojmë ndeshjen. Sigurisht e kemi studiuar, kemi parë me djemt, kemi parë gjitha momentet e tyre. Mendojmë që i dim pikat e fortë dhe pikat e dobta të tyre, por këto do janë fushës të shikojmë si do vëjnë. Roki, i bashkuar Partizani në shtator të këtij viti, si ke gjetur veten deri tani në këtë fushë? Përshëndetje, jam i fundit që kam ardhur në këtë klub dhe më kanë pritur jashtëzakonisht shumë mirë. Gjithë trajneri, tifozat, çunat, gjithë shumë mirë. Si njëshi Teutës pritet të 2 sfidën me panelën e dursakëve, ndërkohë çfarë nisi është të luash kundër ekipit? Unë jam shumë mirë njohës ndaj atyre, sepse ishte viti i parë ku unë luajta aq në ishjen e futbollit profesionist. Dhe por ne atje shkojmë për fitore dhe shpresojmë që të arrijmë fitores. Ju dini pak a shumë gjërat vinë me ndryshime, por sigurisht mentalitetin e tyre e dini sepse keni qenë pjesë për një sezon me Teutën, por si fitohet kundër tyre? Ne jemi një ekip agresiv, ne duhet të shfrytëzojmë agresivitetin që kemi, të jemi skuadër dhe mendoj që kështu mund të arrijmë fitores. Tash Teuta ka ndryshuar, nuk e di se si janë brenda grupit atyre, por më intereson që të fitojmë ne. E pret Roki të saltoj nesër në minuta parë? Të ketë fituar total besimin e teknikë? Këtë besoj që vendos trajneri dhe shpresoj t'ja nisë. Me të pak të vedem si është atmosfera brenda grupit dhe sa ndjeni presionin për shkak të mungesave të pikëve dhe panela e Partizanit peshon shumë për të qenë në pozitat e fundit të klasifikimit. Si jeni edhe pak sa përgjegjës për këtë, gjithë bashkë të vëllai? Normale jemi përgjegjës, kemi disa kohë që diskutojmë
brenda grupit, por jemi të fortë, jemi një grup i fortë, kemi kualitet dhe jemi pak shumë borxhli ndaj tifozave, po besoj që do ja dalim, bëjmë këtë kthesë. Si dihet? Bashkë, gjithë bashkë. Keni pasur një bisedë me teknikun Knaja apo edhe me presidentin Gazdemi për të kaluar këtë situatë të Partizanit aty ku nuk i takon dihet? Besoj që këto gjëra janë brenda në ekip